Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje miqtë e mi të dashur të Zoom, shumë shpejt u bë e premte. E mu po më duket shumë ngadalë sepse po ka shumë materiale ekskluzive që me shumë dashuri dhe energji pozitive po i përgatitim enkas për juve. Një falenderem përveç shikuesve besnik të Zoom, sigurisht që duhet me ju shku edhe atyre që kujdesën për veshjen dhe dukjen time. Faleminderit shumë Felicia Fashion, make-up artistës Zmajra, edhe një faqe që kujdesës si gjithmonë për këto aksesor të bukur që dimri na bojnë verë, shiu na bojnë diell e gjitha këto. Faleminderit shumë Be Vivid, mundeni ta gjeni këtu në linkun poshtë ekranit, jo në linkun fakt po është një logo këtu poshtë, e linkun pastaj tek storja e parë që do jetë e ftuar një këngëtare që i ka munguar shumë ekraneve shqiptare, e rikthimin ka vendosur me e bonë në Zoom pikërisht në rubrikën e parë rrëfim, bëhet fjalë për Kosovare Hasi. Ajo po ashtu ka treguar që pas 4 vitesh pritja do të bëhet së shpejti jo me një, po me 2 bebusha. Kosovari është në pritje të ëmbël të binjakëve, e për Zoom ka fol edhe për lidhjen familjare që ka me fituesin e Big Brother VIP Kosova, Drilon Rama. Këto dhe detaje tjera ju pret storja e parë. Muzikën e filloi në moshë të re, e inspirim e pati babajnë e saj që dhe ai është këngëtar. Bëhet fjalë për Skënder Hasi, për këtë herë intervistën do ta zhvilloj me kosovaren, e cila ka kohë që është dukur nga muzika, por deri te ky vendim ka ndikuar shumë rrethana. Pas vitet e fundit jam merr me biznes familjar, kam menaxhuar një kompani të burrit dhe kështu që jam merr ma shumë ka biznesi. Ka pyet shumë femra për veshjen time personale kur jam postu si për fustanat, komplete ndryshme, stilin tem, dhe gjithmonë ka marrë pyetje ku e ke ble. Dhe vendosa me hap biznesin tem personal. Ideja ka qenë e kamotshme, por që 4 vite e kam online dhe është duke ecur mjaft mirë dhe mendoj të ardhme në takime dhe butikin shumë shpejt, do t'jeti praneshëm në Prishtinë, ku mund të kenë adresën të vinë edhe live të shohin stilin e këhi dresit, që e kam me inicialet e mia. KH? Po, këhi dres. Viti 2025 ka filluar mbar për të dhe kjo është gjëja më e bukur që i ka ndodhur. Viti 2025 ka qenë më i veçantë për mua sepse e ka kuptu në fillim vitit 2025 që jam shtatzon, në pritje të ëmbël dhe na ka beku Zoti me 2 binjak. Bashkë në momentet kur nuk e pret, e ndodh mrekullia e Allahut, kështu që ndodhi atëherë kur nuk e prita dhe mendoj që në kohën e dur, bashkë tani jam e pregaditne për në qenë nënë e përkushtune. Kosovarja mendon se të qenurit një grua e zonja dhe përkushtuar në familje, ka dhe vështirësit e veta. E thekson se është sfiduese të jesh e pranishme edhe në skenë, e në anën tjetër të presësh me i rrit jo 1, por 2 bebusha. Ajo ndan me shikuesit e në Zoom momentin kur e kuptoi se do të bekohet me binjak. Për çdo femër mendoj që është një pritje e ëmbël është shumë e veçantë sepse qifti kur të martohet gjithmonë pret mu beku me fëmijë, sepse fëmija janë shumë të rëndësishëm për një qift dhe kështu që është një ndjenjë për mua shumë e papërshkrueshme dhe e veçantë. Na e postuam fillimisht me familjen e ngushtë, banëm surprizën e gjinis dhe e postuam në rrjetet sociale dhe
mrena 10 minuta, kanë shkru shumë mesazheve përveç shoqërisë ngushtë familjarëve, kanë qenë edhe mesazhe nga njerëzit që vetëm që me njohin si kosovare, po ne nuk i njoh, me kanë uruar mjaft me fjalë të mira dhe të bekune. Kështu që jam një tepër mirë, sa që halo akoma jam duke ju kthyer falënderimet sepse ka shumë mesazhe të shumta. Për këtë tema e shton se jeta publike e ka penalizuar pak në privatësi, por në fund e zgjedh familjen si gjën më të shenjtë. E bile nuk do ta kishte fare problem nëse në të ardhmen e largët, dy voglushët e saj do të bëheshin artist. Kosovarja vazhdon të potencoj faktin se fëmijët duan për kraje e jo me ua imponu profesionin dhe rrugën që duhet ta ndjekin. Lidhja jonë është 15 vjeçare, lidhje fejes martesë, kështu që martesën e kam shtyr për arsye të karrierës dhe të shkollimit dhe kam vendos kur t'i përfundoj të përgatiten për martesë, u martuam në kohën e pandemisë me një dasëm shumë të mirë, modeste, me familjarët tonë të ngushtë. Ka qenë një dasëm shumë e veçantë, e kena bë për çefin tonë, edhe në kohën e pandemisë, ku mbahet mend një periudhë shumë e vështirë për gjithë botën, e papritshme ka qenë për të gjithë, kështu që e krymë në vitin 2020 martesën e korrizuam. Pse? Pse menduam pak u liruam nga pandemia, ishte një periudhë kohore që kishë mundësin dasme me bë në abort, sepse në restorane nuk u bajshin akoma, për shkak të virusi ishte akoma aktual këto, dhe vendosëm në abort me bë, sepse erdhi koha mu bashku qifti pas shumë viteve, edhe u bashkuam dhe e bona edhe one një kanagjesh të vogël, edhe burri një dasëm shumë të mirë të vogël dhe kaluam shumë mirë. Të kalojmë tani te karriere bujshme saj, hasi ka qenë prezente në dasma dhe ahengje të ndryshme familjare, po për shkak të shtatzanis këtë vit, ani pse pati goxha data, ju desh t'ja anulonte dhe depërtimi në muzik e pati në një kohë kur jetët sociale nuk ishin edhe aq të pranishme. Kosovare hasi, a më do? Her ka qenë mundësia më ndryshe për me arrit në karrierë, tash është shumë më e lehtë. Atëherë ka qenë më e vështirë, televizioni ka pas më pak, portale dhe rrjete sociale ka pas më pak, tani janë të gjitha të aktivizuar ku i përdorin gjitha moshat dhe ki mundësinë në çfarëdo profesioni që ti punon e ki mundësinë me arrit shumë shpejt përmes teknologjisë që e përdorin. Tani mendoj që është shumë ma lehtë me depërtu në muzikë, por mendoj që talenti dhe zëri gjithmonë ecë përpara. Ka pas atëherë këngëtar dhe këngëtar që kanë qenë atëherë gjithmonë kanë qenë këngëtar me merita dhe me vlera. Edhe tash kemi këngëtar profesionist dhe shumë të mirë, 3 edhe 2 vjetër, por ka këngëtar të shumë që thjesht e kanë edhe si dëshirë të jenë këngëtare, punojnë atë drejtim shumë, bojnë emër, por ndoshta nuk i kanë gjitha gjëra që duhet i mi pas një këngëtar zonin, tjetë shumë me gjitha gjërat e kompletune për me kanë artist në skenë. E përmendëm në fillim të këtij rrëfimi që për krajen më të madhe hasi e mori nga babai i saj, i cili njëherësh është këngëtar. Kjo është pjesa më e rëndësishme kur një femër, sidomos në tregun e muzikës, duhet të ketë krah gjithmonë një familjar, e sidomos ai me kanë prindër që e ka kalu rrugën e muzikës dhe ma ka shtru mu rrugën e muzikës në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë e kam pas shumë atlet mu kyç në këtë rrugë, sepse babai im mi ka hap dyrë çdo kënd dhe është krahë i djathtë ime. Edhe në muzikë, edhe në çdo gjë që unë e realizoj në jetën tem, gjithmonë e kam krah djathtë. Tash, pasi jam martu, edhe burri më përkrah shumë në çdo aspekt, kështu që i kam 2 persona afër që më bajnë muni shumë mirë dhe më përkrajnë çdo gjë që unë vendosit të punoj. Prej 5 fëmijëve ka pas qef që njëri prej tyne tjetë rrugës babot dhe vendosa unë Sugarica t'jem rrugës
të muzikës, kështu që normal që muzika nuk është rrugë e lehtë hiç, është rrugë mjaft e vështirë, duhet me punu shumë dhe duhet me pas kujdes shumë, si me bashkëpunëtor, si në çdo gjë që realizon. Kështu që baba ma ka dhënë këshillën t'jesh vetvetja, të punosh fort dhe t'jesh bashkëpunuese dhe t'japësh shumë dashni për njerëzit ty që dojnë. Por jo vetëm babajn e ka personazh të njohur publik. Drilon Ramën e ka nip dhe nuk e ka kursyer asnjëherë vetën nga përkraja në rrjetet sociale. Ajo për emisionin Zoom ka zbuluar një detaj interesant nga privatësia e fituesit të Big Brother VIP Kosova 3. Normal, më kanë shkru shumë njerëz, edhe sidomos gjinia femrore më ka shkru mjaft shumë. Drilonit i këna dho për kraje shumë të madhe na familja june madhe, sepse e ka meritu dhe është një perfekt, edhe une ju më përkushtu shumë për kraje ndaj Drilonit. Për fund, Kosovarja ka bërë një premtim publik. Ajo do të rikthehet dikur me projekte të reja, e deri atëherë shumë suksese për të. Mendoj një balat mirë, sepse është një pritje për mua 4 vjeçare, për mu bonan, është një ndjenjë shumë e veçantë dhe kisha pas dëshirë m'ja bo një dedikim fëmijëve të mi. Dhe i përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë, gjitha dhurus të mi kudo që janë, dhe do ju them që Kosovarja është shumë mirë, shumë e lumtur, dhe do jem shumë aktive në të ardhmen edhe në muzikë, edhe në çdo gjë që une kam dëshirë me arrit, do t'jem shumë e pranishme dhe afër tyre. Intervista javës për këtë herë sjell një mik të nxom, po edhe një mik shumë i dashur i ekraneve shqiptare. Bëhet fjalë për Meridian Ramçaj, se çka do zbuloj ai për kamerën në Zoom duke përfshirë këtu, edhe këtë herë nuk do ta zbuloj, do e shijojmë ekskluzivitetin së bashku. Meridian Ramçaj ka qenë fituesi i edicionit të 7 të Big Brother Albania dhe banon në edicionin e parë të Big Brother VIP Albania. Nuk i mungon ekranit me paraqitje publike, ku sigurisht që analizon lojën aktuale të banorëve të sezonit së 4. Një foto postuar në Instagram, në Instastorin tim, dhe emisionin Zoom erdhi më vrap dhe më kapi këtu, mori peng duke pirë kafën, duke shijuar kafën time këtu në hotel Prishtinë. Të vërtetën, unë e kam dashur gjithmonë Prishtinën, Kosovën unë e dua dhe është e vërtet po që shpesh, pothuajse unë çdo fundjavë tashmë vim në Prishtinë, fundjavat më pëlqen më shumë t'i kaloj në Prishtinë se sa në Tiranë, të jemi sinqert. Pse? Nuk e di, njerëzit, mikpritja janë shumë të dashur, ndjehem mirë. Jam komod. Çka ka tretë Meridiane? Unë vazhdoj rutinën time të punëve të mia të përhershme, nuk është se ka ndryshuar gjë këto vitet e fundit, po njësoj jam edhe në Prishtinë tashmë, si gjithë me biznesin tim të linjën e parfumeve që unë kam. Po futemi direkt në temë, çka mendon Ramçaj për këtë sezon të Bigut. Kjo është pyetje interesante, sepse shpesh herë bëhet ky krahasim i bigjeve, me Bigu i parë, me dytin, me tretin apo me të katërtin. Unë mendoj pavarësisht çdo gjëje, si gjithë banorët që thonë që Bigu më ka qenë më i mirë, por në fakt vërtet edhe kur diskuton me njerëz, kur mesazhet që ne marrim shpesh herë në Instagram është që vërtet Bigu jon ka qenë tjetër nivel, ka pas tjetër qasje, siç e thonë këtu në Kosovë, ka qenë shumë më i dashur në publik, ka pas shumë më shumë personazhe. Unë mendoj se është ndër të vetmit bigje deri tani që ka pasur të paktën në garë mbi 10 banorë që kanë qenë pretendent për qenë finale.
gjë që në vitet e pasardhëse nuk e kemi pasur, të gjithmonë kanë piketuar 2 ose 3 banorë, të cilët u shikonin si finalist, po asnjëherë nuk u plotësonte ajo pesa që mendonin kush mund të ishte, ndërkohë që në ligun tim kanë luftuar të paktën minimumi 10 banorë për qenë finale, që ka qenë goxha garë e fortë. Për këtë temë, Meridiani shton se pas sezonës së dytë ku fitues u shpall Luizi, ky është bigu me impaktin më të madh në shoqëri dhe një ndër formatet më të komentuara e krejt kjo fal kastit të përzgjedhjes e madje gjestin e qua një blerje në thonjza mjaft të mençur. U kryq do san. Është goxha kasti i mirë dhe ky ka element shumë të mirë, siç është blerja nga Kosova e gjestit, siç është Rozana, siç është Gerta, Laerti, Egli e cila doli, e cila ishte vërtet lojtare shumë e fortë. Kështu që si kasë është shumë i mirë. Mendoj që edhe si format si vjet ka ndezur goxha, sepse unë mjafton shikojmë normalisht ju që merreni me klikime dhe që punoni me klikime, jeni të varur nga klikimet, e kuptoni shumë mirë çfarë do të thotë klikimi. Dhe fakti që si vjet puntatet i ka shumë më klikuar se viti tjetër, do të thotë që është interesant si format dhe është goxha i pëlqyer i përtitur nga publiku. Të kalojmë tani tek çështja kryesore që po diskutohet fort në mediat roz, pse Ramçaje për krah kaq shumë gjesten. 20 tetor më duket ka filluar bigu i Kosovës, ka të njëjtën ritëm. Unë kam ndjekur tek bigu i Kosovës, ka po të njëjtën ritëm nga dita 1 dhe deri sot që flasëm. Dhe fakti që ai nuk po arrin të krijojë lidhje dhe unë shikoj gjatë gjithë kohës të fokusuar në lojë. Unë nuk kam thënë se ju e kishit dashur, unë kam thënë ju e kishit fituesin, pra e kishit kampionin, nuk ditet ta mbanit, sepse unë vazhdoj ta them eksperjenca në produksione të tilla të mëdha, siç është Big Brother, eksperjenca ka të bëjë shumë. Edhe kjo është diferenca në mes një produksioni dhe një televizioni të madh siç është ai Top Channel dhe produksioni që bëri Big Brother në Kosovës. Nuk mund t'i jepë në një fazë të loje, rreth 3 javë para finales, nuk mund t'i jepë një kuti Pandorës, një fuqi, një banori të cilit mund të kufizojë një nga finalistët absolut të kompeticionit. Mendimi im është shumë qartë i kuptueshëm që ishte një gabim ose një autogol i produksionit i cili largoi një nga banorët më të mirë që kishte në formatin e tij. Fatmirësisht për Top Channelin, normalisht si topi që thonë lajmi e kapin të parët, arritën ta merrnin bërnesta 4 orëve dhe tashmë gjesti është fenomen, duan apo s'duan, sepse kam parë shumë deklarata që po marr nga 2 bigje. Ti mund të marrësh 2-3, po ndoshta mund t'i marrësh nga pa aftësia jote, nga aftësia të tjerëve që arrin ta marrin atë që ti e morë dhe e nxorë si lojtar të pafuqishëm ose jo finalist, nëse mund ta quaj. Po bohemi edhe ne si Arber Hajdari, kush e fiton Big Brother? A mendoj Gjestin fitues? Unë mendoj se Gjesti është fituesi, nuk është se mendoj unë, mendoj se mendon shumica e publikut. Temi të vërtetën është kryefjale e këtij bigu, e këtij sezoni, kështu që mendoj se po. A për finalistët pastaj besoj që Rozana do jetë finalistja e dytë, besoj Laerti do jetë finalisti i tretë. Pastaj ngelet për të parë vazhdimësia e lojtarëve të tjerë. Këto të tre shikojnë që janë si finalistë, domethënë deri tani që janë potenciale, edhe Gerta deri diku, por duhet parë sepse Gertën shpeshherë lejnë nervat edhe nuk e di se si mund shkojë rrugtimi i saj. Një herë doli me zarbzik, kështu që edhe mund ta përsërisi. E dim se ai është i hapur me gazetarët dhe nuk e ka të lashtë ta përmend pak dhe jetën private. Cili është statusi aktual i Meridianit? Statusi im, gjenia civile apo statusi? Statusi single. Pse, pse kështu e kam vendos për momentin, t'jem vetëm, kështu që ndoshta nga njeriu kur del nga një lidhje e gjatë mundohet tenton, po që e ka të vështirë të kalojë ca gjëra. Kështu që për momentin jam single, Albina, nuk di çfarë të them më shumë, kështu që unë mendoj që në fakt njeriu një herë dashuron jetë në zemër. Pastaj vazhdimësia ngelet për të parë, nuk di çfarë të them, fakti që jam single do të thotë që akoma nuk po arrit dashuri dikë tjetër, ndoshta me zemër. Për ndryshe kohëve të fundit, atë shohim si panelist duke komentuar ndodhitë e Big Brother VIP Albania. Por, a kanë ndikuar komentet negative në ndryshimin e mendimeve të tij?
marr mesazhe të pafunda nga njerëzit, ka edhe nga ato që normalisht janë mesazhe të cilët mu nuk më bën fare përshtypje sepse secili ka mendimin e vet. Unë shpeshherë një them njerëzve që mendimi im është mendimi im, nuk është absolute, por për mua mendoj që është absolute dhe fakti që unë mendimet mia i qëndroj korrekt dhe nuk jam asnjëherë i dëzuar dhe i tundur nga mendimet e mia, do të thotë shumë sepse unë zakonisht i analizoj situatat për cilën t'jap mendime dhe jam shumë i qartë kur jap mendimin tim dhe e kam kryuar atë puzzle-in tim brenda vetes për të kuptuar dhe se ku do të dal me atë që them. Mua më pëlqen fakt kritikat sepse më rrisin dhe më bëjnë të mendoj njëri më i mirë dhe më i kujdesshëm me të menduar dhe të vepruar. Albina, është e vërtet kjo, vjet un kam pasur domethënë shpeshherë statuse ngacmuese për Ilnisën, për banorë të tjerë. Dhe ajo që më bën përshtypje sot që flasim, kam një raport fantastik me Ilnisa Agollin, të cilën e përshëndes shumë, edhe kemi pas një kimi që në telefonatën e parë që kemi pas me kamerë me njëri tjetrin, të cilët vërtet kemi ngel të befasuar të dy me njëri tjetrin se si kishim të kimin dhe se si, domethënë, çdo gjë që ishte thënë, ishte folur nëpër portale, u shua me vetëm një video call që u bë me njëri tjetrin, tash flasim, jemi takuar shpesh, shkëmbejmë mesazhe, batuta me njëri tjetrin dhe marrim goxha energji pozitive nga njëri tjetri, sepse unë kam thënë shpesh edhe për banorët që unë analizoj dhe komentoj lojën e tyre dhe nuk analizoj dhe komentoj se si janë njerëzit dhe banorët jashtë shtëpisë. Ajo është pjesa që mua nuk më intereson fare, por unë nisem nga situata që ndodhen brenda shtëpisë dhe jap një koment, një analizë caktuar, si e mendoj unë. Pastaj se si është në të vërtetë, publiku gjykon vetë. Kaq sa i përket rrëfimit ekskluziv të Meridian Ramçaj, e deri në takimin tjetër me të ne urojmë shumë suksesa. Teatri Kombëtar i Kosovës pa qenë në grevë për 100 dhe rikthime ishte edhe më i fuqishëm se sa projektet që i kishim planifikuar për 2025. Në Zoom duke qenë gjithmonë afër artit, kulturës, por dhe showbizit me vlerë sigurisht, ju sjell Martesa, një shfaqje kjo që mblodhi shumë shikues në Teatrin Kombëtar. E tematikat në vazhdim do i kuptojmë së bashku në storien që sjell diçka edhe nga teatri i bukur. Punë e madhe, është baba, si që babalarë tjerë. Pas shka, Ejti gjysh, nëse unë Ishin në një grevë prej më shumë se 3 muajsh, bëhet fjalë për aktorët rezident të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Këtë ka konfirmuar edhe udhëheqësi artistik Kushtrim Mehmeti, i cili për Zoom u shpreh se tash u bënë 100 ditë që kemi qenë një pjesë e aktorëve të ansamblit rezident kanë qenë në grevë edhe është pa mësu repertori i rregullt të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Njëkohësisht edhe festivali mbar kombëtar Mojësiu. Kështu që mas 100 ditëve aktorët ansamblit rezident përfaqësuar për sindikatës së tyre kanë vendosur ta pezullojnë greve. E kam lexuar vendimin e tyre, është vendimi i tyre që ta pezullojnë greven dhe na më njëherë kemi filluar me pjesën tjetër që është edhe repertori, sepse Teatri Kombëtar i Kosovës ka edhe punë tjera, por momentalisht shfaqja Martesa me autor Gombrovicin e me regjisorin Norbert Rakoskin do t'jepet me datën 11, 12 do 13. Kurse shfaqja Macbethi edhe shfaqja Kamora e Turpit me njëherë pas tyne jemi në detajet fundit të përgatitjes për shkak se njoftimin e kemi marrë qysh premten vonë edhe deri në atë moment nuk jemi kanë njoftuar për mundësinë e pezullimit grevës, kështu që përgatitja tash ka nisë me një fluk të madh. E me qenë se kushtrimi bëri thirrje që audienca të vi ta shoh martesën, e cila u dha për 3 ditë radhaze, ne ishim të pranishëm e ju sjellim pamje ekskluzive.
Shpirtit parasysh se do marrësh një vajzë. Në këtë shfaqje të zhanrit dram luajtën Armend Smajli, Adhurim Demi, Shkelzen Veseli, Era Balaj, Ylber Bardhi, Sheqerie Buçaj dhe Mensur Safqiu. Autori martesa është Witold Gombrowicz, shfaqje kjo e cila nuk është as pak e zakonshme. Është një rrëfim i përditshmërisë e një studim i çuditshëm mbi njeriu e zhytur në ëndër. Absurdi që e mbështjell shfaqjen që nga skena hapse, nis çuditërisht me kujtime të apartamentit të fëmirisë së protagonistit Henry. Se shpejti të bëjnë ceremoninë e dasmës. Dhoma, hapësira, madje dhe kujtimet e njerëzit nuk ngjajnë me asnjë detaj të cilën Henry mban në mend nga fëmiria. Absurditeti shkon e shtohet e kalot në pikën kur nuk dihet nëse autori po flet për një ushtar të kthyer nga lufta që nuk do mund të përshtatet me të tashmen, një ushtar i cili vetëm po përjeton një ëndër të çuditshme, apo një ushtar që ka kaluar në një tjetër gjendje për shkak të traumave. Personazhet e iluzioneve të Henryt, nëna dhe babai, ka një dashuri të luhatur shpesh nga lufta për mbijetesë. Madje dhe ata kërkojnë rrugdalje në forma tjera të cilat janë jo reale për Henryn, të çuditshme e shpesh herë të pashpjegueshme. Është dhe. Shfaqja sjell në teatr nga regjisori polak Norbert Rakowski, pati përmbajtje teatrale më së shumti për shkak të tematikës dhe thellësisë së trajtimit të ngjarjeve. Siç citohet edhe në shfaqje, askush nuk e thot atë që dëshiron ta thot, por atë që konsiderohet e duhur, një parim universal. Ky perceptim e kjo tematik që e mbajnë shfaqje nuk mbyllen brenda kufish e shoqërive të caktuara, janë të kudo ndodhura për aq sa të jetë njerëzimi. Pas mbarimit të shfaqjes, publiku duart trokiti kastin e mrekullueshëm të aktorëve. E tek dera nxumi pritja ata me prononcime. Pas pari faleminderit që keni ardhur, që keni përcjellë shfaqjen. Është e vërtet, greva zgjati një 3 muaj, kështu që na patëm një farë probleme që u harru teksti, po i patëm një 2-3 ditë prova dhe rikthyem shfaqjen. Shfaqja është lujt ma herët, kështu që nuk ishte problem me rikthy dhe me lujt këto 3 net që u befasova pak që pat shumë publik për shkak kësaj periudhës të gjatë pa shfaqje. Dhe Teatri Kombëtar tashmë është dëshmuar që projektet që zgjedh përveç që janë të kohës, si në këtë rast, që na flet ky tekst edhe për kohën tonë, kohën e luftës, personazhet kalojnë në përkura të ndryshme, kështu që ka përshtatshmëri kështu me ngjarjet që kanë ndodhur te na. Ka kaluar një kohë gjatë prej kur është shkëputur totalisht nga paraqitjet publike. E kemi fjalën për aktorin e mirënjohur Ylber Bardhi. Por në Zume ka intervistuar atë dhe këto na qenë kanë përshtypjet e tij për rolin në martesa. Shfaqja si shfaqja e ka absurdin mrena, është një dramë shumë e rëndë, domethënë me fol drejt, ka del shpirti edhe për ne aktorët në këtë shfaqje gjatë procesit kemi pas shumë sfida gjatë rrugtimit të shfaqjes. Mirë po, të ju falenderu regjisorit, të ju falenderu ekipës, kena ardhur në një, si më thonë, e kemi zbërthy shfaqjen mas mirë të mundshme për publiku kur vjen që me pas shumë atlet më u futën shfaqje edhe mi kuptu se cilin rresh po them se të shfaqje, sepse si tekst është shumë i rëndë, është, e thash më herët, është një absurd që nuk po du me thonë që nuk është për publik, për të gjithë publiku, po pse jo, të gjithë du në marrë mi pa,
Sepse di që kanë qef më ardhë me pa dhe komedi, po teatri kombëtar du të me bo edhe absurd, edhe dramë, edhe komedi. E tani është koha për një këngëtare të re që quhet Lule. Projekti saj i titulluar Si Ti është një projekt i fundit që ka marrë goxha pëlqime dhe reagime nga audienca. Njihuni më tutje me Lule Diellin e estradës sonë. Një emër i ri në skenë, muzikën e filloi prej e vogël e kres angazhimeve me këndim edhe i bjen pianos. Bëhet fjalë për Lulën, e cila ishte e ftuar në emisionin Zoom. Unë jam Lule, full name, s'është na e shkurtim anaj sen. Kam 25 vjet, mirëna me muzikë edhe jetoj për momentin në Kosovë. U lind dhe u rrit në Gjermani, ama së fundmi vendosi të jetoj në Kosovë, por pse ky vendim? Jeta në Kosovë gjithë më ka pëlqyer dhe gjithë e kom pas një farë, shme thonë, e lanim për me orë këtu, me ne këtu, bile me provu një vjetë së të muj, edhe thash vjetë këm thonë, kur nëse ju qëtë ku, apo dhe në kur ma të mirë, why not? Edhe i ku morë sen edhe jo morë. Qështë prit të njerës këto, ndoshta krita jo pytja? Shumë mirë, krejt janë friendly. Nëse këtu kam edhe familje, nuk o që jam veta në sen, amo pësoj sënë edhe përveç muzikës punoj. Edhe jo, krejt mirë, kështë ka da e dole, step by step. Lulja muzikën e ka të trashëguar nga nëna dhe tezja, që të dyja këndojnë, e madje janë të zonjat edhe në instrumente. Por nëse flasim për një projekt që identifikon Lulën, cili do të ishte ai? Shamun konga Rena, edhe konga Bajat, edhe kjo e reja që e kom publiku para dijove, Si Ti. Ajo më tutje thot se deri tani ka plasuar 13 këngë, teksa promovon prurjen e re që mban titullin Si Ti, e këtu përmendet dhe bashkëpunëtorët e saj. Është shumë important me pas dikon rreth e ngushtë, edhe muzikë, edhe gjithka, që të kuptojnë, i din kërkesa tua, din qa me bo, ndihmojnë, apo din rrinë afër teje. Unë zakonisht punoj Massive Production me Granit Gashin edhe Dardonin, i përshëndes. Edhe klipet i bëj me Excel Films, me Gadafin. Për në Zoom, Lulja rrëfen që është e hapur edhe për duete, por në këtë fazë që është dëshiron të bëj emër si solista. E nëse pyesim, cili do të ishte dueti ëndrave për të? Po kam qef një herë vetë me forcat mija me këqyrë sa muj me arrit, because when you're working hard, you arrive everything. Amo qashtu që shtef, po du me kriju emin tem, me forcat mija, me punu, edhe kur të vjen ajo ofertë, why not? I'm open for it, për një bashkëpunim. Nashta me të hajvi Scott. Apo më nën kështën, okej, se di, Don Jonin përqen, edhe me tajnë në shapo shtap. Kështu këndim, rap, se më përqen shumë qysh stili sajnë, rap, tekstet të sajna shumë. Zi, unë e besaj që shumë për shtap te për mirë. Ate ngacmuan pak duke pyetur për konkurencën dhe për krajen që ka pranuar prej kolegëve.
Ka edhe s'ka, për ta shkëqyre, kështu halal me këqyrë të you working for yourself, edhe normal që nashta gjeluzon dikush, po nuk do me thonë për qatë gjeluzi të qysh mos me ngrit vetë, nuk po di që me përshu mas mire, ama gjeluzi ka veç të kur nuk do të munoj, no matter what, gjithë me luftu, me munu, me provu, me përkrah njën e tjetërin pse jo, mas mire është me bashkëpunu, me përkrah njën e tjetërin se më shty me thonë qëre qëre aj, apëtin nuk ka mirë, besoj unë tash, për që shtu e ki gjithë kohë edhe në punë normale, I think teamwork është ma mirë, me bashkëpunu, me supportu njën e tjetërin. Përkrah se do mos studiu jem, unë ka përkrah, ku kum punu me njerës, unë kam përkrah gjithë. Normal edhe njerës, që më thonë, tujt, unë kam përkrah. E do zhanrin e R&B-s dhe popit, por në të ardhmen kjo artiste mendon një gjë mjaft interesante. Bashkë të cene ku më nu dhe një dit, këngë të mija që i kam i bë cover, ama ju kështu me full instrumental veç, me piano, ose veç me një gitare, qa përshtatit ma shumë edhe së mbas këngës, ama po, është, unë përpara dhe në Gjermani ku im ka një komposto koncerte dhe i kom bë cover dhe këse këngët international që janë konë edhe me piano, për shemë Bruno Mars, pa ta bo me piano, shumë nice, konë më përqenë shumë, zi, piano është diçka një tjetër level kur të një. Për ndryshe, Lulja zbulon se është duke punuar në projekte të reja, e deri në takimin tjetër me të, ne i dëshirojmë shumë suksesa. E dal nga dal arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Në Zonë për të lënë takim përsërit premtën tjetër. E ju deri atëherë keni rubrikën Çka ka trend showbiz. E nga unë Albina, deri premtën tjetër, ju vazhdoni të shëndroni me Në Zonë, na gjeni kudo në rrjetet sociale, përveç në televizion, të paktën edhe për një periudhë. Edhe pak festojmë 8 vjetorin e themelimit, kështu që do kemi tepër materiale interesante për juve. Deri premtën tjetër, ju mos harroni me dhënë shumë dashuri edhe qëndroni pozitiv. Mua. A ka pak më shirë kjo dashuri. Alban Skënderaj erdhi me armë pushim tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai e bëri dhe muzikën. Producenti kësaj prurje të re është Fation Miftari, ndërkohë për anën vizuale u përkujdes Full Moon Production. Arta Kabashi dhe Elgi Doda bashkuan forcat për një bashkëpunim që titullohet Dying for You, tekstin e së cilës e kanë shkruar vetë artistët që i falen emocion këtij projekti. Për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Marek Lemboja, kjo këngë erdhi në verzionin audio me tekst. Pas largimit nga Big Brother VIP Albania, Riki plasoi një këngë të re. Ajo titullohet Tironse dhe është punuar nga Qeli Klipa, me tekst dhe muzik nga vetë Riki, i cili bëri dhe tekstin bashkë me Gullon. Për më shumë ndeqeni këtë premier videoklipin në së cilës e ka punuar XL Films. Janina ka publikuar një këngë të re, reperja kosovare erdhi me Londi, tekstin e së cilës e ka shkruar Alia me muzikë nga Cricket, i cili është dhe producenti kësaj prurje të re. Masterizimi këtij projekti u bë nga Lorenz Aliaj, ndërsa ana vizuale u punua nga Mars Studio.
Të kalojmë tani tek paralajmërimet për projekte të reja. E nisi me Erblin Hoxha, i cili ka bërë të ditur se së shpejti do të vi me një këngë të re. Njoftimin e hodhi me këtë foto në rrjetin social Instagram. Në një prononcim për Zoom, ai u shpreh se jemi mësuar që nga jo të kemi gjithmonë risi, edhe tani vjen një lajm që dikujt mund të mos i pëlqej, ama në fund të fundit është proces jetësor. Dafina Zeqiri ka njoftuar fansat për një pauzë në karrierën muzikore, teksa është duke shijuar ditët më të veçanta të jetës, është në pritje të ëmbël të një djale. Këtë ka bërë të ditur vetë ajo përmes këtij postimi në rrjetet sociale. Koha po fluturon dhe s'kan mbetë edhe shumë net magjike me ju pa para pauzës sime. Shpresoj t'ju shoh të gjithëve për të shijuar çdo moment. Mos u shqetësoni, muzika vazhdon. Ju dua shumë, ka shkruar këngëtarja Zeqiri.